Jemi si tani që të flasim në program për gjyqet e të zgjatura dhe problemet kryesisht me pronat, fakt ata qytetarë që enden prej vitesh në gjykata. Kjo është edhe tema diskutimit që kemi në këtë moment, ndërsa numri i telefonit do afishohet në ekran për patur mundësi të bëni pjesë e programit tonë dhe të pyesim për të gjitha problematikat që hastin në raport me këtë situatë. Kam kënaqësinë të diskutoj në studio me avokatin Zaçe Islami. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Avokat, përse endemi ende dyerve të gjykatës, numër i lartë qytetarësh me dosje të mbetura stok, sidomos me pronat, një problematik e të zgjatur? Për fajt të partisë në pushtet dhe të kryetarit saj Edi Rama. 100%. Pse e thoni këtë? Unë e them këtë se... Gjyqet mund të kenë dhe 20 vite, 30 vite, 15 vite? Jo, nuk është kështu. Është tjetër gjë kur një gjyq ka filluar dhe vazhdon, dhe ka probleme gjatë seancave me dëshmi dhe me deklarimet e tjera, dhe tjetër gjë kur ti nuk e hap gjyqin fare. Tjetër gjë kur unë kam 8 vjetë, që na 2017 u bën 8 vjetë fix, 8 vjetë, dhe nuk fillon gjyqi. Kush e ka fajrë për këtë punë? Do vemi tek Thëmbra Kelit. Thëmbra Kelit është kryeministri i Shqipërisë me ta quajturën reformë drejtësi, që në fakt ishte varri drejtësisë, ishte groposja e drejtësisë Shqipëri, dhe tek partia në pushtet, që në fakt është partia e punës së Shqipërisë, e kthyer me metodat dhe mënyrat e qeverisjes dhe të bërjes drejtësi, siç i kishte me Kovaçët, me Samargjit e vitit 45, 46, 50, 60 që dënuan, të lutem mos më ndërprej, që dënuan intelektualit kishin punuar dhe jetuar dhe studiuar në Perëndim. Pra është vrarë drejtësia me qëllim. Është qëllim, strategji e qeverisë të vritet drejtësia, të lodhen shqiptarët, të mos kërkojnë prona, të mos vënë pse shkojmë larg. Këtë tash u quajturën i Albania, kush e shpiku dhe përse, cili që rezultati i kësaj, ku ishte pozitiviteti? Se ai që është në Malt Kurveleshit apo në Dragobi, lart apo në Malt Korabit, ai s'ka internet. Le që di dhe ta ketë. S'ti ta përdori. Nuk mund të thoni që nuk është lehtësim, sepse ka qenë lehtësim. Është rëndim i ju mund të shkoni, avokat, ndjes, ju mund të shkoni të qëndronit me ditë të gjitha në radhë për të marrë një dokument dhe tani keni mundësi ta bëni nëpërmjet celularit kudo qofshi. Ne këtë mos ta rrëzojmë sepse është. A ka problematik patjetër, por që ka lehtësuar, ka lehtësuar. Por nuk të lëm të mohoj ato që them para 2 minutash. Zotri, është mbyllur komplet, janë mbyllur komplet zyrat e shtetit dhe nuk presin asnjë qytetar. Unë pyes qytetarët nëpërmjet telefonit të dalin dhe të thonë, i pret njëri për zyra? Se i Albania doli vetë për të shkëputur pushtetin nga qytetari, për të shkëputur qytetarët e mos vend të kërkojnë llogari për të drejtat e tyre. Kjo është bërë me i Albanian. Kjo është ashtu quajtura reformë drejtësi, se reformë drejtësi nuk ka edhe s'kishte nevojë. 1, e dyta, do vim tek numri i gjyqtarëve. Pse nuk plotësojnë vendet vakantë që janë 35 vende në gjykatën e apelit që nuk po i plotësojnë? Përse? Se nuk do shteti, nuk do qeveria, nuk do partia në pushtet. Nuk do Edi Rama, personalisht nuk do Edi Rama. Se do t'i dalin të tëra do bëjçllëqet që ka në qeveri dhe në pushtetin qeverisje. Nëse ke 35 edhe 35 të tjerë do nxjerrin ato që thonë ju 35. Po ata 35 që mungojnë do bëjnë minimumi 35 gjyqe në muaj, minimumi. E disa janë dosjet në gjykatën e apelit apo se di? Janë me mira. Që presen të gjykojnë. Pse? Dakor, mbi 40 e kusur. Faleminderit shumë. 40 e ca mijë dosje apo jo? Kur do gjykohen ato? Kurrën e kurrës. Kanë vdekur qytetarët, kanë ndruar jetë dhe akoma gjyqet e tyre kur të bëhen. Është e qëllimshme zotëri për të vjedhur dhe për të grabitur shqiptarët kjo band hajdutës që quhet Parti Socialiste e Shqipërisë në pushtet. Bashkë me ta quajtur në Parti Demokratike që vjedhin bashkë, qeverisin bashkë, mashtrojnë bashkë, bëjnë të tëra bashkë. Të gjitha partitë politike bashkëpunojnë thonë me njëri. Pa përjashtim i gjithë spektri politik thash unë. Thash i gjithë spektri politik. Është i korruptuar, janë hajdut, janë gangster, janë mashtruesa, janë kriminalë se dhe kanë vrarë. Kjo është situata. Dhe të dalë dikush, unë i ftoj, pse nuk vinë të ballafaqohen me mua, të debatojnë me mua në studiot tuaja. Ftoj zotri, ftoni këtë doni, kush do të vijë, cili do deputet që do të vijë, ose ministër, cili tje, por nuk do vinë kurrë. Ta themi dhe këtë, nuk do vinë kur, sepse nuk kanë qarton dhe nuk përballen dot ata me njerëz si unë. Ata i dërgojnë për kanale televizive njerëz ta shqyqojturit opinionist, janë dhe jesmen që u shërbejnë o njerëz pal o tjetërës,
por jo t'i shërbejnë qytetarit dhe të flasën në emër dhe për hallet e qytetarit. 69-636-29 është numri i telefonit, e kemi telefonat të parë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Unë jam i qytetar nga Lashi. Po? Kam një shtëpi që ka pasur me shteti atëherë fillim Sali Berisha. E i kam paguar lekët e shtëpisë, hipotekës më hapin e kam hënë gjyq 2 herë, e përfundon gjyqja s'bën gjyq më. Ç'u mund bëj për shtëpi atë? Se i ka pasur shteti vet, pallat. E dëgjuat qartë? E dëgjova fare qartë. Po. Dhe unë dua t'i them zotërisë që ty pra të shtëpinë tënde unë hamendësoj, por nuk jam shumë jashtë, që dikush kërkon të ta marrë atë shtëpinë. Dhe nuk t'i japin letrat me qëllim që nesër pas nesër të thonë nuk je pronar o zotërisë së shtëpia jote se ç'bëjnë tani. Kanë gjetur një mënyrë tjetër shumë sofistikuar. Ndryshojnë, të lutem zotëri, ndryshojnë hartën kadastrale në hipotekë. Atë që është pronjotja e ndryshojnë në hipotekë në qendër atje në arshiv të shtetit. Ndryshojnë pronësin nga shtet, nga pronare bëjnë pronë shteti. Thot i kanë paguar gjitha dokumenta, më ideja është që ka bërë gjyq edhe vjon më tej. Pra ç'a mund të drejtësia. Unë kam thënë, duke di. Po drejtësia, e mbylli drejtësia, unë kam paguar 6 miliona, çështu ka pas ligji atij Sali Berishës. Ata kam marrë me kredi, unë kam marrë me kredi shtëpinë. Dëshiroj që këtë qytetarin ta dëgjoj Edi Rama, ta dëgjoj Kuvendi i Shqipërisë, ta dëgjoj Presidenti i Shqipërisë dhe të ndryshojnë situatën se situata është për të vënë kujen. Për çfarë zgjidhje mund të jepet aktualisht zotërisë për shembull? Çfarë duhet bëj? Koka e korrupsionit në Shqipëri është drejtësia i nderuar gazetar. Nuk mund të bëhet korrupsion pa drejtësi, është e pamundur. Se të merret fut brenda ai. Zotëria nuk kanë asnjë zgjidhje tani, vetëm të pres. Le të pres, ç'do do vej. Po, zotëria. Falë zotëri, fal. Unë me entin e banesave e kam marrë shtëpinë, ma ka dhënë shteti, se kam vjedhur as se kam marrë me forcë as lloj, ma ka dhënë enti i banesave. Dhe çfarë thotë i kam paguar. Dhe çfarë përgjigje ti jep enti i banesave? Enti i banesave më tha mu, shko marr filmin aty si kanë vdekur, unë kam marrë filmin aty zotit se ka shit shtëpinë me çdo gru. Dokumenta ka? Po pra kam dokumente, shteti ma ka shit mu, ma ka thënë enti i banesave, ai ja ka ble privatit, enti ja ka ble privatit, mu ma ka thënë enti i banesave shteti. Si më shkel ka shteti lishti dhe nuk ma jep të mu shtëpinë tash kur kam paguar lek, tash 7 vjet. Mor çfarë të thon tani mor zotëri? Tani pra thot që ka marrë filmin dekve, ku t'ja marrë dekve, nanës ati... E shikon? Pra i duhet një film me një individi që nuk jeton më. Qartë, të kuptuam, zotëri, po. Pra, këtë mund të zgjidhë fare kollaj gjykata. Si mundet? Do marrë dokumenta, do studiohet dosja që nga fillimi, që nga privatizimi deri më sot, edhe del qartësisht fare. Po, gjykata thotë ja kanë mbyllur një herë, herën e parë, si çështje. Po, të thash pra, avemi të drejtësia. Drejtësia i bën tëra. Drejtësia i çon njerëzit që të vrasin njëri tjetrin. Shiko, u ekzekutua një prokuror në gjykatën e apelit në Tiranë. Zotëri, nuk u ekzekutua një prokuror. U ekzekutua drejtësia shqiptare, u ekzekutua reforma në drejtësi, u ekzekutua korrupsionin në Shqipëri. Nuk u ekzekutua një qytetar, një prokuror. Sepse prokurorët në 99% të rasteve janë një lloj si ai. Pra përjashtu atë prokurorin atë karafilin tjetër që na dolli atje me marrëdhënie me qytetarin, marrëdhënie intime, duke shfrytzuar karriken. Pra, vemi nga vemi do vemi te drejtësia. Në qoftë se do kishte drejtësi zotërit, mund të bëjnë këta këto që bëjnë? Është e pamundur, po ta them unë. Si logjike. Nuk i bëjnë dot. Nuk i bën dot. Prokurori mbyll njërin sy dhe njërin vesh, edhe i lët kalojnë, i lën dosjet atë kapic, janë me 10 mijëra dosje zotëri që... Dhe rriten çdo vit, gati 4100 dosje në vit. Dhe tjetra, më poshtë akoma, më kriminalja, i hoqën gjykatat administrative nga rrethet, dhe jugu duhet të vijë nga Konispoli të bëj gjyqin i Lushnjë, të vijë nga Tropoja të bëj gjyqin në Tiranë administrativ. Gjykatat e apelit u shkrin fare, i shkriu gjykatat e apelit dhe janë bërë dosjet atë mal. Është qëllimshme, po ju them, për të vrarë drejtësinë, mos qip, çu a them?
O të nderuar qytetarë shqiptarë, do t'ju lutem shumë, më ndiqni me kujdes ju që më shikoni në këtë emision. Është vrarë drejtësia, po ju vret drejtësia, po ju vret shteti vetë, po ju vjedh shteti, po ju grabit Edi Rama me gjithë kompaninë e tia. Kështu do prapësh panik. Është e vërtet. Mendova të ndihmojmë qytetarët, por në këtë lloj gjuhe e sigurt që e çove panikun në stratosferë. Presim atëre unë lë studion e iki, o do më lës flas ato që i dhëmbin qytetarit. Nuk po t'ju udhëzoj çfarë të flisni. Ju jeni lirë të flisni çfarë dëshironi, por brenda logjikës normale, sepse kështu si thoni, po ju vret shteti, atëherë të marrim gjithë çantat në krah dhe tikim. Po nuk është e vërtetë. Nisemi bashkë. Kjo nuk është e vërtetë. Po situatat patjetër që janë rrezikshme dhe serioze në çdo kontekst, po jo në këtë formë. Të lutem, 40.000 dosje, 45.000 dosje kjo është serioze, kjo është shumë serioze. Po kush i pengon këto? Ai pengon shteti. Të lutem shumë, unë di kujt ku e vë gishtin. Unë nuk them e bën gazetar. Dakor, jo, nuk e them këtë. Dakor, por kemi tjetër telefonat, përshëndetje. Po? Okej, dhe kemi pak më vonë zonjën sërish në lidhje. Do të argumentoj dhe atë që thash të vret shteti. Ju kam dhënë një foto, nuk e di e keni apo se keni nxjerrin në ekran. Gjitha i kemi. Do vim të ujtë e ftohtë të Pelen. Çfarë ka ndodhur? Në ujtë e ftohtë të Pelen një firmë, nuk e di kush është, ku qëndron pas saja, kërkon që të bëj një rrugë për të vajtur nga rruga kryesore, rruga nacionale, për të vajtur të pronë e vetë. E ka marrë lejen nga bashkia, nga Këshilli Bashkia këtë Pelenës para 2 vjetësh, dhe po i them me saktësi dhe pronën dhe pozicionin e pronës. Lejen e ka marrë për ta kaluar në pronën shtet, të më dëgjoni me vëmendje, dhe ata në Tepelen që më shikojnë të më dëgjojnë, me vëmendje dhe të vend t'i vën gishin kokës. E ka marrë lejen për të kaluar rruga në zonën, në pronën 401 fraksion 22. I kam letrat unë, i kam në dorë, i kam dhe familjarët e pronës 401 fraksion 3. Tani, me qënëse janë marrë 300 milion lek për ta bërë atë rrugë para ca vjetësh dhe nuk është bërë rruga, tani kanë gjetur rrugën më të shkurtër, do vend tek pronari i pronës me numër 401 fraksion 3 dhe kalojnë i prishin gardin ati dhe do shkojmë aty thonë se këtu duam neve se është pronë shtet. Zotëri, si që ka pronë shtet, unë t'jap dokument zyrtar, dokument të pakontestueshëm, nga Komisioni i Kthimit të Pronave, vetë nga bashkia, vetë nga Këshilli Bashkia, këtë them që ke këtu pronë shtet, tim thua jo, nuk është këtu, por këtu se këtu e dua unë. Ky është shteti dhe këtu shfrytëzohet për shteti dhe ata familjarët e asaj prone janë rrahur nga policia në datën 17 shkurt sa që u çudi dynjaja. Duke qenë në pronë të tyre. Nuk po i them emrat kësaj radhe. Nuk po i them emrat sepse ata e din mirë se s'po them. I kam dalë borxhi dhe personi që duhet i dilja borxhi kam thënë shikoj ja ku e ke rrugën, ja ku e ke 401-22-shin, ja ku e ke edhe 401-3-shin. Të lutem, shko në pronën tënde. Mirë po thot atë e di unë, me ka pa daj lëk, me një arogancë që jam në pushtet dhe do besidua, ndaj them që populli duhet të hapë sytë. Se këta arogancë e bështeti, se po të mos ketë pushtet, a i si tot do të ashtu, që do të ashtu e të ku duha mu, se e di unë që është pronë shtet. Si rë ditë këtë ti, kush jeti që falsifikon pronat, edhe ato hartat, se kam 2 raste në Tiranë, të Rruga Budi, kisha një garazh timin, e gjej, unë e kisha në hartën e parë kadastrale e kisha pronë të Zaci Islamit, në hartën kadastrale që kish vajtur kur e prishin, e kishin ndryshuar, e kishin bërë hartë shtet, ashtu zonë shtet, që kisha unë originali dhe u detyruan edhe pranuar. Ndryshe do e humbe. Ndryshe do e kisha ma umër, ma vodhër. Po, kemi tjetër qytetarë në këtë qasë, me mbrëma. Me mbrëma. Po. Atito që atit avokati që mos të hapi shumë panik në njerëz, ajo... Jo, zoti patronazist, jo, nuk ha panik në njerëz unë, jo. Jo, zoti patronazist, jo. Mos kimi rak. Ja, të tjeta telefonata nuk kanë as arsye të... është patronazist ai. Ndjes, se e kthej mu përgjigjen avokat. Me etikën që kërkohet. Nuk kanë arsye pse të zhvillohen edhe as të keni guximin të telefononi, se ne këtu po bëjmë diskutim normal dhe pa u cënuar askush, përkundrazi duke ndihmuar qytetarët që kanë probleme në raport me pronat edhe me ligjin. Pastaj këndvështrimet politike janë ato që unë po përpiqem të shmang tani edhe me
me avokatin, duke mos e bërë politike çështjen, por duke qëndruar tek zgjidhja dhe sepse ajo është më e rëndësishme. Unë jam dakord me ty se nuk jemi në situatë zgjedhore këtu që të bëjmë ashtu tifozllëk, por drejtësia zotëri varet nga politika, nuk varet nga unë. Është ajo klasë politike, është ai spektër politik që ka ngritur atë drejtësi, që ka vendosur ata gjyqtar, ata prokuror, atë këshill të lartë prokurorisë, atë këshill të lartë gjyqësor, që ka të tëra instrumentat dhe të tëra mjetet për të vënë drejtësi. Pse nuk e vën? Pse nuk e bëjnë? Që të pengon? I ftojmë të vi, kush të doj. Që jep zgjidhje. Unë jap zgjidhje, po të mvi aty. Të mvi personi, ndash nga këshilli i lartë gjyqësor, ndash nga këshilli i lartë prokurorisë, ndash nga prokuroria e përgjithshme, nga të duan, të vinë tulemi në tavolinë dhe të shohim, dalim apo s'dalim aty ku them unë. Po, kemi tjetër qytetar në këtë çast, mi mbrëma. Alo, mi mbrëma. Po, jemi së bashku zotëri? Cili është problematika juaj? Respekte për ju si televizion edhe për avokatin që keni aty. Faleminderit. Faleminderit zotëri. Unë flas nga fjalët e rëstisht avokatit. Po? Tu drejtësia po bën pa drejtësit më të mëdha. Merrim rastin e banorëve të Baks Riollit. Po. Ka një ditë që kanë bërë në Spak. Dhe Spaku e çon për kompetencë në prokurorin e Lezhës. Tani, përse duhet që këta banorë të raskapitet të vëndeshe me policinë, përpo që ata vetë po të hajde të ulemi në tavolinë, prokurori që ka çështjen të marri dhe të thotë kush janë dokumentat të rregullta të atyre banorëve që thonë që nga 1935 kemi dokumentat të rregullta, apo të atij tjetri që do të bëjë resorti. Unë jam një qytetar 113 milion lek në vitin 2011 me procedurat e legalizimit, me vendim të Këshillit Ministrave, dhe jam dakord me atë që thot avokati, këta i bëjnë pronat shtet, i falsifikojnë dokumentat dhe më vonë dalin si pronar. Tani, si ka mundësi që unë e blej nga shteti dhe të vuaj 15 vjetë? 15 vjetë e kuptoni, thot e avokat. Dhe prandaj u mbështes plotësisht. Ne nuk kemi drejtësi. Nuk kemi gjykata prokurori. Prokuroria sot është kthyer në organizatën kriminale më të rrezikshme që i ka mbushur burgjet me pafaqëm dhe vetë kryeministri po thot. Apo thot kryeministri, të futesh në burg tani për 10.000 lek, për 10.000 lek, për 30.000 lek. Dhe këta që po vjedhin miliona nuk dënohen, i kujt është faji në këtë rast? Sigurisht, sistemi ka dhe prokuroria, e gjykata që vjen nuk është dënuar asnjë. Në qoftë se do të duhet avokat, duhet të mëngullim që të kodi penal të ose 315 që gjyqtari të mbajë përgjegjësi për vendime të tjera, sepse japin vendime bazuar në dokumenta të falsifikuara. Të falenderoj zotëri, e kam thënë para shumë kohësh kur u reklamua reforma në drejtësi, kam thënë kështu, nëse duam drejtësi me të vërtet, atëherë gjyqtari ose prokurori që merr vendime në kundërshtim me ligjin të përgjigjet penalisht dhe materialisht. Vetëm kjo do t'i disiplinoj gjyqtarët dhe prokurorët. Kjo do t'i disiplinoj. Por do shkojmë çik te prokuroria me që ma përmendi zotëria dhe gjykata. Në gjykata dhe prokuroria e Gjirokastës kanë 34 denoncime të bëra nga unë personalisht dhe klientët e mi në prokurori dhe në gjykat dhe asnjëra nuk po shkon të gjykohet. Kam denoncuar 4 oficerët policisë gjyqësore të Pelenës. Nuk i çon ajo gjyqtarja, ajo prokuroria për të gjykuar. Pse? Se mbrojnë njëri tjetrin. Pra, kjo është situata, po të kesh vetëm në një rreth 34 denoncime dhe të mos merren parasysh, më thuaj ti çfarë drejtësie ke. Qartë. Se ju gazetarët unë faleminderit që më ftoni një herë. Ju faleminderit, ju bëni një detyrë, një funksion të shkëlqyer shoqëror edhe njerëzor, po ju keni dhe një të keqe që u kanë vënë ashtu nga ato që u vënë kuajve këtu dhe u thonë, as këtej mos del, as këtej. Unë nuk i ma do të këto. Këtë ta pranoj me batut, vetëm për një arsye, sepse nuk është e vërtet. Se po të ishte kështu, jam ndjes, unë ju respektoj për moshën dhe eksperiencën që keni, por po, replikat janë kohë e përcaktuar e barabartë ndërmjet dy individëve, siç e dini se ju njihni mirë ligjin, njëjtë vlen edhe në kontekstin orator. Kështu që ne, nëse do të ishim ashtu,
Unë do i thoja zotërisë që bëri tentoj dhe provoj të guxonte juve live, dhe thoya po ke të drejtë vazhdo. Jo, se atë nuk thash. Ja mbylla fjalën. Jo, po në të gjitha dimensionet. Me mua, jo me qytetarin. Me mua, më ka ndodhur që më kanë vënë, dëgjoj, unë kam denoncuar LGBT-qët. I kam denoncuar se kanë bërë. Mirë, ajo është tjetër temë. Të lutem, po ja kjo është, këto janë ato që do të mos flisni. Nuk është ashtu. Disa gjëra janë rregulla që duhet të zbatohen. Ne nuk mund të kalojmë etikën asnjë moment se për shkelje të etikës gjobitemi nga AMA, nga autoriteti i mediave audiovizive. Po është etike që të më dalën ata të bëjnë xhiron bulevard Lakuriç. Dakor, ajo është tjetër kontekst. Të lutem, tjetër kjo është. Nuk jam dakord për këtë fare. Por ne nuk mund ta shkelim etikën në ekran, apo jo? Mos e shkel ti o vëlla, përgjigjem unë për ato që them. Unë jam përgjegjës për fjalët që nxjerr nga goja. Nuk jam njeri që ta them e ta mohoj, ishte pamundur. Jo, dakord jam me këtë, po do të ruajmë një lloj etike avokat. Besoj duhet bjem dakord për këtë çështje. Dakord jemi, unë respektoj juve, se jeni zot të shtëpisë dhe ligjin e bëni ju këtu. Jo, nuk është kështu, thjesht për të qenë korrekt edhe me shikuesit. Kemi tjetër telefonat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zot Erman. Po. Isha duke dalë dhe marrë shkasme që kemi avokatin aty dhe unë kam 2 gjyqe në apel për prona. Një 8 vjetë dhe një 5 vjetë. Murda. Në fakt, e mbështes zonë avokat, kur thot që fajnë për këtë ka Edi Rama, i cili ndërmori dhe bëri reformën drejtësi. Ashti, nëse do t'i referohemi kësaj që thot avokati, edhe pse unë jam i dëmtuar në këtë rast dhe pres që të më bëjnë gjyqjet e mia, por po i them që atëherë çfarë duhet bënin, të linim kastën e vjetër të gjyqtarëve e të prokurorëve të cilët ishin hajdut, të cilën vithin nga të 4 anët, reforma drejtësi nuk u perceptua nga kryeministri për t'i bërë keq qytetarëve, po për t'i ndrequr punët që ishin lëmsh me gjykatat dhe me prokurorit. I ndreqi? Dëgjom këtu. Nëse unë kam një shok avokat, ka qenë gjykatës, po dha dorëheqjen, edhe është bërë si ju avokat. E di çfarë më thot? Më thot që sepse ai flet nga ata nga skaj gjykatave. Ai thot, ne do të gjithë më thonë, ne do marrim hak. Më dëgjon? Po. Ne do marrim hak sepse këtë që na bëri Edi Rama për të na i bërë kështu, për të na hequr nga puna, për të na hequr shokët tanë, ne do ta bëjmë skëter sistemin e drejtësisë. Kështu që nëse kryeministri bëri diçka për ta rregulluar këtë sistem, atëherë gjyqtarët do marrin hak. E shikon çka thënë. Deri tash me anët politike, edhe me deklarimet që sjell ti në emision i thua moderatorit dhe s'jam unë. Puna është kështu i dashur. Sistemi i drejtësisë nuk çalon nga qeverisja, çalon nga vetë gjykatësit dhe prokurorët që s'din ku t'i çojnë lekët. Edhe po ti ishe për Edi Ramën, gjyqin e vetë të apelit nuk e merrte mbas 7 vjetësh përgjigje. Do të them unë, sistemi i drejtësisë çalon nga zbatimi i ligjit që nga kreu deri në bazë. Vertikalisht dhe horizontalisht. Nuk kërkohet zbatimi i ligjit. Falenderoj zotëri për. Dhe për reformën në drejtësi dali çik se do të themi gjërat ashtu siç janë. Nuk është fajtore Edi Rama direkt. Është fajtor krejt klasa politike. Janë fajtor 140 deputet që votuan këtë reformë drejtësi. Ata të 140 deputet që bërë reformën drejtësi të ngrihen dhe të thonë ne nuk kërkuam të bëhet reformë drejtësi që të vidhen pronat dhe të tjetërsohen pronat, që të mbyllen gjykatat dhe zyrat e shtetit dhe të komunikojë qytetari nëpërmjet internetit me e-Albanian. Po thanë të bëhet reformë drejtësi që të shkoj hakat e i Zoti. Hakat e i Zoti nuk po shkon. Dhe fajtore për këtë është klasa politike që ka filluar dhe i ka grabitur shqiptarët që në 29 nëntor të 44 kur Shqipërinë e pushtuan falangat e kuqe komuniste dhe sot e kësaj dite shqiptari është bërë kavi eksperimentale duke ja marrë pronën dhe duke mos u ndier shqiptari. Kështu që ata janë mësuar ashtu, janë mësuar të vjetën, vetëm se nga 91 e këtej, tani ata të famshmit të nderuar të Komitetit Qendror të Byros Politike janë bërë pronar, ata fëmijët e tyre, niprit e tyre dhe po ajo kast politike qeverisë dhe vjet pronat. Ky është realiteti shqiptar. Prandaj duhet përmbysur. Qartë. Kemi tjetër qytetar në këtë çast? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po.
Jam dakord shumë me temën që keni vënë, ju përshëndes si kanal, Falenderoj. por edhe fjalët e atij zotërisë atje se nuk e njoh, kuptoni janë shumë të vërteta. Se po vuan populli, i ka hequr këto gjikatat që janë të apelit dhe i ka çuar në Tiranë, dhe vuajmë neve populli këtej si ç'të të them. Kjo përse duhej? Falemderit zotëri, të falenderoj shumë. Përse u bë kjo? Unë nuk e di. Përse? Unë të përshëndes për problemin, sepse këti problem është i të tërë popullit. Ne, unë të them, kemi bërë një para di vjetësh në Qershor në datën 19 në Saran për një korrupsion. Dhe ajo prokuroria është e lidhur me një gjykatës që nuk e nxjerr të gjykohet çështja. Ka vjedhur pronat tokën këtu dhe kërkon të marrë të tjerë dhe që i kanë në kratë të tjere. Dhe nuk po gjejmë të drejtën. Një gjyqtar, një Fatmir Mereu në Saran dhe kjo prokuroria Valbona Maja, mendoj se janë të lidhura dhe nuk e nxjerrin. Dërguam spakut ishte Altin Dumani dhe ktheu përgjigje. Me zi gjetëm të drejtën se ku qëndonin dokumentat e padis. Dhe nuk e kuptoj çfarë drejtësi është kjo, që populli nuk beson më atë këta. Vuan populli dhe nuk e di kush e ka të drejtë dhe kush e çojnë në Tiranë apelin orlla. Si do vi unë na Sarana apo Konispolin nga janë të tërë këta e Leshnitra që është akoma më lart, e të vinë në Tiranë në apel. Kjo është katastrofë. Nëse ka bërë shteti, jam shumë dakord me atë zotrin atje, shteti të përgjigje dhe të çojë në vendet sepse populli s'ka pse të vuajë. Qartë, falenderoj zotëri. Falenderoj shumë për këtë. Zgjedhja për mendimin tim është anullimi i kësaj katrahure që ka bërë politika shqiptare, të rihapen gjykatat e apelit në përrethe, të rihapen gjykatat administrative, të shpërndahen çështjet dosjet si mbas rretheve përkatëse, që t'u jepet zgjidhje, të emërohen gjyqtar të rinj në sistemin gjyqësor, por ka edhe një problem tjetër. Të gjithë këta që janë në sistemin e drejtësisë, të gjithë këta janë djemtë e nënës parti, pa përjashtim. Janë të gjithë me përjardhje të thellë, të përcaktuar qartësisht me përjardhje nga Partia e Punës së Shqipërisë. Dhe kjo është situata që ata janë garth, janë grup me njëri tjetrin, grup i strukturuar kriminal në drejtësi, këtë të dhe të më thotë kushdoj që është kështu, të vijit ballafaqohet me mua. Ore, unë shqip ju them, të nderuar qytetar, po ju drejtojmë prapë, të vijë kush të doj nga sistemi i drejtësisë, nga politika, nga të kenë qeft, të vijnë të debatojmë këtu me mua. Unë nuk kam as fuqi, as pushtet, as gjë. Unë jam një qytetar, një avokat që ngre një problem i cili qëndron dhe them, hajdeni, nëse keni mendim të kundërt, nga ky që them unë këtu në studio, dhe që për shumë arsye i detyrojmë të ruaj etikën sepse jemi njerëz edhe ka dhe fëmijë që na ndjekin, por ju meritoni shumë gjëra për të thënë. Prandaj hajdeni këtu, uluni në tavolinë dhe na jepni llogari të gjë qytetarë shqiptar. A është demokratike kjo apo jo? Kjo është demokratike, po, e drejtë. Një tjetër qytetar në këtë çast, Mirëmbrëma. Alo, Mirëmbrëma. Po. Mirëmbrëma nga Athina. Përshëndet. Shiko, nuk e di si është kjo reforma e drejtësisë, po reformën e drejtësisë e bëjnë gjyqtarët dhe avokatët vetë, nuk presin nga shteti. Sepse janë vetë avokatët ata që këtu e 10 vjetë, 15 vjetë, 30 vjetë kanë vjetur me letra falso pronat e njerëzve. Kjo është e vërtet. Ka të drejtë zotëria. Janë avokatët që i bëjnë pislëqet. Se prokurori nuk të kërkon do të lek këtyja, as gjyqtari, do dormua si ndërmjetës. Po. Tani unë që të gjej të drejtën time, do të marrë një avokat tjetër. Avokati të edhe një gjyq, avokatin tjetër, që të më zgjidhë mua problemin. Pra një proces që përsëritet edhe duket që thelbi është i njëjtë. Kush të marrë më shumë para? Nuk është punë e paras, sepse paraja dhe pushteti dhe ato çka zgjedh, po. Ai që ka vjedhur pronën time është qartësisht shumë qartë, me fjalë edhe në vendimin e gjykatës, që është vjedhur me letra falso. Këtu e 15 vjet përpara, e 13 vjet përpara. Zotëri ju thatë që e kam gjetur rastësisht në Gjirokastër është kjo gjendja.
ky gjyq, edhe nuk dua të them emrin e avokatit, po e kam takuar vetë, edhe më ka thënë që ndodhin këto gabime, tha. Avokati. Jo, s'janë gabime ato, Ka thënë jo. që ndodhin këto gabime. S'janë gabime, jo, janë të bëra me dashje, jo, nuk ka gabime, jo, vete unë gjirokastër në gjyqe. Avokat, nuk e ka atëre Edi Rama dhe reforma në drejtësi, po e ka avokati dhe gjykatat vetë, personat që punojnë aty, që kanë dhënë Të mora vesh avokati Edi Rama, të mora vesh. Dhe jo këtu. Nuk e kemi Kaq, jo, ja them tamam, po nëse dim, jo ma që tot ai. Ai flet nga Athina, zotëri. Nere Edi Rama dhe Sali Berisha. Kasta e vjetër e shkollës së vjetër, që ka marrë pas 90-s, 91-shit, 92-shit, nuk të ndopen me lek, më duket akoma. Të mora vesh, zotëri, të mora vesh. Ky problemin e ka... Duhet të jetë një zgjidhje juve, jo me letra thasë Ky problemin e ka politik. Të falenderoj Dhe i doli avokat Edi Ramës. Jo, zotëri, nuk i bësh avokat Edi Ramës. Sepse unë e thash qartësisht, në kishe vesh ta dëgjoj ose nëse na dëgjove. Janë 140 deputet që kanë miratuar të ashtu quajtur në reformë drejtësi, që në fakt miratuar në groposjen e drejtësisë, që sot e kësaj dite ne po e vuaj. Ai vendim që morën 140 deputet për bërë reformë drejtësi, nuk ishte gjë tjetër veç se ishte seleksionim gjyqtarësh e prokurorësh që nuk na shkojnë para dëshirës. Diskutuam së bashku që problematika lind nga avokatët, pra nuk është prokurori që kërkon parathat, ju nëse nuk është avokate. Jo, para prokurori kërkon, po ja kërkon avokati. Po avokati është ai që e bën atë. Po, avokati. Ju jeni avokat? Po. Je keni bërë këtë gjë? Absolutisht, deri më sot, dhe dalë një qytetar shqiptar të te ka bërë. Çfarë ke bërë për ta kundërshtuar këtë? Unë përplasem në gjykat, zotëri, unë përplasem në sallën e gjyqit. E deti që kur shikojnë mua në sallë gjyqit, bëjnë stertë si kjo ngjyra kësaj, gjyqtarët e prokurorët, se unë nuk u vete pas qefit, unë vete për luftë në sallë gjyqit, vlla. Në sallën e gjyqit, sidomos në çdo gjyq, po kryesisht te gjyqet penale, unë shkoj për luftë, nuk shkoj për të bërë marrëveshje. Dhe sa kolegët e mi uli kokën e dërrin, dhe dalë qytetarë shqiptarë të më thonë që nuk është kështu. Unë jam tjetër ekzemplar. Nuk vete të ullë kokën edhe të them bëni ju si mendoni ju, ase e di gjykata, ase e di drejtësia. Jo, zotëri, jo. Në sallë të gjyqit do më tregosh, mund ta përmend një rast? Para 6 vjetësh u kap një grup në Tepelen, në Legdush, në Bënç, në Progonat me hashash. Dhe midis të arrestuarve ishte edhe një klient im dhe thot gjyqtari në i gjykatës Gjirokastrës kemi prova, thot ja, i ka sjell policia të regjistruara që kanë folur dhe kanë komunikuar me njëri tjetrin. Them, na i vurti dëgjojmë. Jo, thot i kemi në letër këtu. Zotëri, thash, ato letra që ka sjell policia këtu dhe ta dëgjojnë shqiptarët. Letrat që sjell policia mos i merrni kur për bazë. Po që se bëhet fjalë për regjistrime, për biseda, për marrëveshje, vetëm kur janë me zë, ndryshe quhen të pavërteta, quhen pa drejta. Dakord, po ju njoftoj që me evoluimin e kohës tani më audiot, zërat dhe videot kanë arritur teknologjia në një pikë sa ju, nëse ju vendos një video përballë, që mund të jeni ju në video në avatar, ju thoni nuk jam unë, por në të vërtet videoa dhe teknologjia ka ecur aq shumë sa ju vetë ta besoni që jeni ju vërtet. Kështu që edhe ato prova tani më janë bërë. Jo, nuk më kuptuat. Jo, kuptova fare drejt, ju thoni vetëm në rast se keni mesazhe zanore, sa kishin biseduar në telefon me njëri tjetrin, këta të pandehurit. Dakor, bie për regjistrimet që kanë biseduar me njëri tjetrin. Mund të krijohen regjistrimet në ditët e sotme shumë. Pse si prun pa dakord? Thjesht. Pse nuk ishte Kjo është një rast se mos t'i fudhemi diskutimet, se nuk e njoh, do të kem palën tjetër. Unë e njoh dhe them, po që se ka bisedë telefonike do ta bësh regjistruar. Ndryshe nuk ta pranoj. Nuk e pranoni. Jo. Qartë. Falenderoj shumë për prezencën. Edhe unë falenderoj për ftesën.